cilat janë në përlishmëri duke filluar nga buka, krypa, sheqeri, mielli, vaji dhe detergjentet, mirë po një gjë tillë në Kosovë nuk ka ndodhur. Dhe e dyta, sot çmimet janë në këtë anarki, themi politike, shumë më tepër në mëshirën e tregtarit se sa në monitorimin e shtetit. Mungojnë inspektoratet të tregut dhe në këtë drejtim fati i çmimeve është jo tek institucionet dhe tek qytetarët, po të tregtarët, por besoj që ka metoda që t'jemi afër qytetarëve, pse jo të mos hiqet tatimi vlerën e shtuar në produkte esenciale, apo të paktën të ngrihet për një periudhë kohore, themi 6 mujore apo një vjeçare, siç e kanë bërë vendet të ndryshme. Prandaj besoj që është koha që duhet ta kemi një qasje gjithëpërfshirëse, jo të bëjmë një kategorizim të grup moshave apo të segmenteve të caktuara të shoqërisë kosovare të mbështesim, sepse sot në Kosovë të gjithë kanë nevojë për mbështetje. Mos harroni, afër 30.000 qytetarë jetojnë me një euro 98 cent brenda ditës. 1 euro 98 cent. E dyta, nëse keni pensionistë që i kanë 120 euro në muaj dhe i ndani për 30 ditë janë 3 euro 78 cent. Dhe në këtë mënyrë është një kalkulim real që nëse dikush në Kosovë mendon ta ketë dhe e meriton një jetë të dinjiteshme, jo lukse, por dinjiteshme, një familje me 4 anëtar duhet të ketë 1.386 euro. Cila kompani mund të fitojë ose cili person mund të ketë sot një tyra të tilla që ta mbajë familjen dhe të ketë 1.386 euro. Prandaj janë sfida sociale që po e rëndojnë jetën e qytetarit dhe në të njëjtën anë e kemi rritjen e inflacionit. Mos harroni, ne po flasim për një shkallë të inflacionit 5.3%, që krahasuar me vendet të rajonit të shumë e larta, krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian që kanë 2.5 deri në 3% është dyfishin Kosovë dhe këtë e vren më së miri qytetari i Kosovës kur del nëpër Evropë apo kur diaspora vjen në Kosovë, që shumë produkte më shtrejtë në Kosovë. Se u rrit shkalla inflacionit nga mungesa e kontrollit të tregtarëve në kuptimin që kanë bërë kërdim me çmimet? Jo, rritur ato në pa kontrolluar? Ekzistojnë dy forma apo dy modele që gjenerojnë rritje inflacionit. E para, ju e dini që Kosova ka një produktivitet shumë të ulët dhe nëse ishin eksportet e Kosovës janë pothuajse në kurrje dhe Kosova vetëm gjatë që eksporton është eksportimi para së gatshme. Në vitin 2024 Kosova ka pas një rekord prej 6 miliardë 300 milionë euro importe, në vitin 2025 do të jenë 7 miliardë euro importe dhe po shihni që do të jemi një shtet i varur nga importi dhe kur krejsa i shtohet edhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike që ka godit edhe qytetarin edhe biznesin, besoj ky është kalkulimi real që dëshmon që vërtet Kosova po zhytet një inflacion që do të jetë vështirë i monitoruar, qose nuk do të mirën masa radikale në interes të ekonomisë dhe zhvillimit. Në fakt, zotë Xhaliu, ju ishin nga personat e parë që kishte paralajmëruar se do të ketë prapë rritje të rrymës, rritje e çmimit të energjisë elektrike. Sot ka qenë zyra rregullatorit që ka konfirmuar për televizionin 21 që në muajin mars që po vije, pra në 2026 do të ketë sërish rritje. Nga ju erdhe në fakt si bët analizën se do të ndodhë prapë rritja e çmimit të rrymës? Po në shkencë ekziston definicioni i sistemit të informacionit që ka të bëjë me mbledhjen e dhënave, përpunimin, memorimin dhe distribuimin. Në këtë drejtim duhet kuptohet e vërteta që Kosova ka humbë betejën për energji elektrike shumë herët, diku në vitet e pas luftës, kur janë pengu shumë projekte strategjike për të implementuar, kanë ra viktim të patriotëve ambiental, shumë për këtyre patriotëve ambiental sot janë në përpostë dhe në një farë forme derdhin lot krokodili, pse nuk kemi ekonomi të zhvilluar. Se ishin të sponsorizuar ato protestat në emër të ambientalizmit për të ndalur që projekte hidrocentrale e të tjerat? Kjo ka qenë goditja me madhe që ka ba Kosovës dhe sot nëse je i varur nga importi energjisë elektrike, shishoni 40% sot Gjermania ka energjinë elektrike më të shtrejtë, sepse nuk e ka atë komoditetin e shfrytëzimit të gazit rus. Dhe nëse në autoindustri apo në teknologji, 40% kosto më të lartë është nevojshme të kalkulosh që do të devijosh dhe do të falimentosh. Prandaj nuk duhet na habit fakti që ekonomia gjermane është duke u ballafaqur me sfida të shumta. Mirë po, tani kush problemi që prap do të reflektohet te Kosova. Ne jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale. Sa më tepër që avancojmë në digitalizim dhe inteligjencë artificiale, rritet nevoja për energji elektrike. Llogaritet që inteligjenca artificiale do të shfrytëzojë 35% më tepër energji elektrike. Makinat elektrike. Nëse dikush mendon që Kosova do të furnizohet
shërbehet vetëm energji diellit dhe me panela solar e ka të gabuar, sepse sot të gjitha shtetet fuqishme evropiane dhe botërore janë duke hartuar projekte për të ndërtuar do thotë termocentrale Madje dhe bërthamore. Gjermania pas luftës në Ukrainë, Absolut. çfarë bëri? I kthej u zita normat mjedisore që dikur